Ndryshojmë temën e informacionit. Në prag të festës së 7 marsit ditës së mësuesit, Qendra për Kulturë në Gostivar ka paraparë mbajtjen e disa aktiviteteve dedikuar ditës së mësuesit, të cilat do të fillojnë nga data 6 me një koncert të muzikës klasike dhe do të përfundojnë më datë 7 mars me një akademi solemnesi dhe promovim të një libri të ri nga autori Zilfi Emri. Në prag të festës së 7 marsit, apo si quhet ndryshe ditëlindja e shkollës së parë shqipe, Qendra për Kulturë në Gostivar ka bërë të gjitha përgatitjet paraprake rreth programit që do t'ia dedikojë kësaj feste mbarkombëtare. Drejtori i Qendrës për Kulturë Luan Zenku njofton se këtë vit ky manifestim do të mbahet me mjete të fituara nga Ministria e Kulturës dhe ndihmuar nga Komuna e Gostivarit, ndërsa aktivitetet do të fillojnë nga data 6 dhe do të përfundojnë më 7 mars. Në natën e parë, domethënë më 6 mars me fillim në ora 20, do të mbahet një koncert i muzikës klasike me studentët e Fakultetit të Artit Muzikor të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Në datën 6 në orën 20, apo të premten, është i paraparë një koncert i muzikës klasike, ku mysafirët i kemi studentët e Fakultetit të Arteve Muzikore të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe grupi Ballvekan nga Gostivari. Mendojmë se asaj nate do kemi 10 instrumentalistë. Ndërkaq në natën e dytë do të mbahet një akademi, pastaj një promovim libri nga autori Zilfi Emri, i cili në vendlindjen e tij në fshatin Simnic e merr familjen dhe shtëpinë e lë të shfrytëzohet si objekt shkollor nga fëmijët e bashkëfshatarëve të vet. Për natën e 7 marsit, ky eveniment fillon në ora 19. Do të thënë është ajo tradicionale që është bërë edhe vitet e kaluara. Normalisht, deri tani kemi identifikuar 10 mësues apo mësimdhënës të cilët kanë ndru jetë dhe pasi të kryet akademia, në vazhdën e kësaj do kemi promovimin e librit Toka ime mali lart nga autori Zilfi Emri. Një dorëshkrim, mund të themi, i kategorisë folklorike, i cili më tepër fokusohet dhe prezanton vendlindjen e tij apo fshatin Simnic. Mysafir të natës nga pikat muzikore apo mysafir këngëtar për natën 7 mars do ta kemi këngëtarin e mirënjohur apo tenorin shqiptar zoti Shkodran Tolej. Ndryshe, 7 marsi kujton themelet e para të mësonjtores shqipe të Korçës më 7 mars të vitit 1887. Festa e mësuesit në rafshin kombëtar shërben për t'i vlerësuar traditat më të mira të shkollës shqipe, padyshim edhe figurën e nderuar të mësuesit, por edhe të gjithë punonjësve të arsimit si edukator të brezit të ri, si dhe kontribues aktiv të zhvillimit dhe përparimit të shoqërisë shqiptare. Për të arritur deri tek ditët e sotme, vlera dhe kuptimi i kësaj date ka kaluar nëpër sfida dhe peripeci të ndryshme, lufte përpjekje të pandërprerë nëpër shekuj për të mbijetuar gjuha jon, kultura, historia, shkrimi e leximi shqip, si dhe mbijetesa jon kombëtare.